Të kam ndihmuar, Kaila, dhe kur më nuk do të them që të kam ndihmuar. Të kam ndihmuar dhe kaq. Pse të kam ndihmuar? Sepse Zoti më tha të të ndihmoj. Dhe Zoti do të kujdeset për mua. Dhe shpërblimi im nuk do të vinë nga njerëzit, por do të vinë nga Zoti. Important five, viti i trajnimit dhe i fuqizimit shpirtëror. Atëherë, titulli i kësaj fjale është banorët e Keilës. Thuajeni si është banorët e Keilës. Kush një ditë që quhet Keila? Kush quhet Keila? Nuk e di nëse do të duash të quhesh Keila pas predikimit, të shohim. Banorët e Keilës është një emër i një. Qyteti i Judas. Mirë, le të vinë të pasazhin. 1 Samueli 25 nga 1 deri në 3 thot kështu. Kur ju njoftua Davidit, filistejt po luftojnë kundër Keilës dhe po plaçkitin të korrak. Davidi i kërkoi Zotit duke thënë, duhet të shkoj të godras këta filistej? Zoti ju përgjigj, shko, goditi filistejt dhe shpëto Keilën. Por njerëzit e Davidit thanë, këtu në jug jemi plot frikë. Aq më tepër nëse shkojmë në Keila kundër forcave të filistejve. Pra, ne e dim që Davidi. Prit. Ne e dim që misioni i Davidit ishte të luftonte filistejt, por në këtë moment Davidi nuk është në një situatë optimale ku ju thoni se është i fortë në pallatin e tij. Gjithçka është në rregull, gjithçka është në rregull. Le të shohim se në çfarë situate është. Pra, jemi në momentin kur Sauli, mbreti Saul, fillon të përndjek Davidin dhe ai fillon të thotë, unë do ta vras, do ta heq qafe, dhe Davidi ikën në një shpellë që quhet shpella e Adullamit. Këtë do ta gjeni atje te libri i parë i Samuelit, kapitulli 22, shpella e Adullamit. Bibla thot se në këtë shpellë ju bashkuan Davidit të gjitha ata që kishin borxhe, të gjitha ata që kishin diçka pecull dhe të gjithë njerëzit që nuk ishin të kënaqur, të gjithë të pakënaqurit. Davidi e fillon ushtrinë e tij kështu, mendoni çfarë ushtrie e mrekullueshme. Thot, kush është aty? Luftëtar? Jo, pra bandit të pakënaqur. Dhe Biblia thot se afërsisht 100 bandit, pra mes banditve të pakënaqur, njerëz të mbushur me borxhe, ata ishin 100 vet, thoni si ishin 100 vet. Për mrekulli. Pra, ata ishin 100 vet dhe në këtë shpellë bashkohen me Davidin edhe të afërmit e tij, pra prindërit dhe familja e tij. Kështu që Davidi është në një shpellë, këta njerëz bashkohen me të, vjen e gjithë familja e tij dhe ngadalë edhe persona të tjerë nga ushtria që punonin me Davidin dhe të tjerë të pakënaqur ju bashkuan Davidit. Ndërkohë, Davidi nga aty shkon në Moab. Dhe i flet mbretit të Moabit duke i thënë, të lutem, mbaj këtu familjen time, sepse unë duhet të luftoj, është Sauli që më ndjek, më përndjek, unë nuk dua t'i mbroj prindërit e mi. Dhe mbreti i Moabit i thot, në rregull, mbaj këtu familjen tënde, dhe ai përpiqet të mbroj familjen. Nga aty Sauli vazhdon të ndjek gjurmët e Davidit dhe, ndërsa po i shkon pas Davidit, Davidi përfundon në nallë. Çfarë ndodh në nallë? Ndodh që Davidi është atje, ai ka uri, ka nevojë për ndihmë, shkon me njerëzit e tij dhe pristërinjt që ishin në not i japin për të ngrënë Davidit dhe i japin edhe shpatën që ai kishte përdorur, shpatën e Goliatit, që ai të mund të luftojë, sepse kishte ikur nga Sauli dhe nuk kishte asnjë shpatë të denjur për veten. Kur ndodh kjo, Sauli duke e ditur
që ai kishte shkuar në nodh, e gjithë kjo para se të shkonte të shpëtonte Kejlen, Sauli shkon në nodh dhe vret fjalë për fjalë 85 priftërin, sa vret 85 priftërin, por kjo nuk I mjafton. Ai hyn në qytetin e nodit dhe vret gra, fëmijë, burra, pra ai shkatëron qytetin e nodit. Pasi kjo ndodh, Davidi ikën, më tregu si ikën Davidi. Davidi me të drejtë ikën, dhe ku ikën ai? Jo, nuk e ke lexuar mirë Biblen. Ai nuk ikën për në Kejla, ai ikën për në shkretëpirën e Zipit. Thuaj me mua, shkretëpirë Zip. Perfekt, pra si ishte zemra e Davides. Frikë, si ishin njerëzit e Davidit. Plot frikë, pse? Ai thot, ka dikush pas shpine që do të më kapë. Ka dik që sapo ka vrar, ka dik pas skrupuj. Sepse ai vrau 85 priftërin të popullit të tij, ata nuk ishin nga populli armik, vetëm sepse më ndihmuan mua. Shiko sa I zemëruar është me mua. Dhe kështu ata ikin në shkretëtirën Zip në shpella. Dhe ndërkohë që janë aty mes shpellave, atij I vjen kjo fjalë nga Zoti. Si ishte fjala e Zotit? Shiko se filistejnët po sulmojnë Kejlen. Shko atje dhe shpëto Kejlen. Por dikush thot shko atje dhe shpëto Kejlen, pra mirë, fantastike, apo jo? Sepse Kejla ishte një qytet I fortifikuar. Thoni si është Kejla? Ishte një qytet I fortifikuar. Çfarë do të thot kjo? Ishte një fortesë. Jo si ajo e martesës. Ishte një fortesë. Atëherë unë mendo me kokën e burrave të Davidit, po si? Ne po ikim nga dikush që do të na vras. Prej kohësh jemi në udhëtim. Tashmë ishin 600 burra që fshiheshin në përshpella. Po flasim për të gjithë ne të fshehur. Nuk kishim as ushqim. Ne shkuan të merrnim disa priftërin dhe Sauli I vrau. Ne as armë nuk kishim. Ne jemi të humbur në shpella dhe I përjetshmi na thot shkoni dhe shpëtoni një qytet, pra një qytet ekzistues, I cili nuk është thjesht një qytet I çfarëdoshëm, por një fortesë. Pra, njerëzisht, kush ishte më mirë, Kejla apo Davidi dhe ushtria e tij? Njerëzisht. Sigurisht që Kejla ishte më mirë, apo jo? Atëherë, vjen ty mesazh dhe thot, shko atje. Dhe burrat e Davidit, Zoti thot shko shpëto Kejlen. Pse? Sepse filistejt, jo Sauli, filistejt po sulmojnë Kejlen, sepse misioni I Davidit ishte të shkatëronte filistejt. Dhe pra, Zoti po I thoshte, nuk ka rëndësi çfarë po përjeton, nuk ka rëndësi nëse situata është optimale, sepse njerëzisht nuk është optimale, mos haro misionin tënd, edhe kur ti pas shpine. Është e tmerrshme, sepse në atë moment thot, Zot, nuk shkoj, kam Saulin pas meje, të afërmit e mi janë në Moab, jam I shqetësuar për ta, kam disa njerëz të pakënaqur, kam një ushtri më shumë a më pak. Thirr ndonjë tjetër, apo jo, e drejt? Dikush thot, pse pikërisht unë? Sepse është misioni yt David. Dhe atëherë burrat ne lexuan që thot, dhe burrat e Davidit thanë ne. Kemi frikë edhe këtu ndërsa jemi në Judë dhe ti do të na çosh atje të luftojnë? Pra, kemi frikë nga Sauli dhe ti do të na vësh të luftojmë kundër forcave të filistejnëve? Do me thënë, ata kanë një ushtri të organizuar mirë dhe janë të famshëm për mizorinë e tyre? Dhe unë nuk janë si. E kuptoj, a e kupton ti? Kush I kupton ata? A I thot, Zotëri, duhet dik tjetër në këtë pikë të jetës sime, apo jo? Sikur të isha në pallatin tim, duke fituar disa luftra, jam I qetë, më thuaj, shko ndihmo Kailen. Unë shkoj atje dhe I jap një dorë Kailes I lumtur.
por mos ma kërkon në momentin më të mirë të jetës sime, ma kërkon në momentin më të keq të jetës sime. Kur nuk kam asgjë, kur kam ankth, dhe unë imagjinoj fytyrën e këtyre ushtarëve që thonë, nuk është e mundur. Je i bindur që Zoti po kërkon nga ne? Dhe Bibla thotë që ata do të pyesin përsëri. Në 1 Samueli 23, 4 do të thotë, nëse e vendosim aty kalimin, do të thotë pikërisht kështu, Davidi i kërkoi përsëri Zotit, si për të thënë, je i sigurt. Zot, vërtet ne jemi ata që do të dërgosh? Dhe Zoti ju përgjigj, zbrit në kela, sepse unë do t'i dorëzoj filistejt në duart e tua. Me shumë mundësi ai pyeti përsëri sepse ata i kishin thënë, je i sigurt? Pyet Zotin nëse kjo gjë është e vërtetë. A e ke pyetur mirë? Je i bindur që Zoti tha ne, pikërisht ne? Dhe ai thot, në rregull, do të pyes. Bibla thot që bën të sjell nga Abjathari, që është i vetmi prifti mbetur gjallë pas vrasjes së të tjerëve, efodin, që është vegla priftërore për të dëgjuar zërin e Zotit. Dhe Zoti thot, jam i sigurt. Shpesh herë në jetën tonë mendojnë se mund t'i ndihmojmë të tjerët vetëm kur gjithçka shkon mirë. Kur ndonjëherë Zoti, edhe financiarisht, të kërkon të ndihmosh dikë kur ndoshta ti ke më pak para se ai person. Të ka ndodhur ndonjëherë kjo? Mua më ka ndodhur, kur kisha pak dhe atë pak që kisha, Zoti më thoshte, këto para nuk janë për ty. Si nuk janë për mua. Mua më ka ndodhur të them, sa bukur, tani, mora një dhuravë. Dhe ndërkohë që po i vendosja këto para mendoja, tani do t'i përdor për vete, por shpirti i shenjtë më thotë, këto para nuk janë për ty. Si nuk janë për mua. Do me thënë, kam nevoj unë dhe ti më thua t'ja jap dikur tjetër që ndoshta në sytë e mi është më mirë se unë? Dhe Zoti thotë po, sepse funksioni yt është të bekosh. Shpesh herë me harrojnë që Zoti na ka thirrur të predikojmë ungjillin, të flasim për Jezusin me njerëzit dhe, për shkak të një momenti të vështirë në jetën tonë, ne ndalojmë së bëri këtë duke thënë, kur të jem mirë, do të bëj vullnetin e Zotit. Kur të jem i pasur. Sa njerëz kam dëgjuar në kishë që më thonë, pastor, isha i ri në besim, është e vërtet, po i kërkoj Zotit të fitoj lotarin, sepse kur të fitoj do të ndihmoj kishën, do të rregulloj katin e poshtëm dhe unë u them, së pari. Lojrat e fatit në Bibël nuk janë të lejuara, lajmi i keq, nuk duhet të luash në lotari. Besimi ynë është te Zoti. Së dyti, nëse ti nuk bashkëpunon me atë pak që ke, a je vërtet i bindur se kur të jesh i pasur do të bashkëpunosh? Nëse sot je i lidhur pas atyre 2 lekëve që ke dhe nuk je bujar sot, Bibla thot, kush është besnik në të vogla, do të jetë besnik edhe në të mëdha. Ne stërvitemi pikërisht kur nuk kemi dhe Zoti e di. Sepse ai që nuk është bujar tani, edhe kur të ketë shumë, nuk do të jetë bujar. As nëse fiton lotarin. E di pse thon kështu, duan të bëjnë pazar me Zotin. Dhe thon, pyet e ti, se ndoshta je më afër, apo jo. Që unë po e kërkoj, por pash një rel shumë të këndshëm, me disa vizatine të bukura, ku ishte një që shkonte në kishë dhe thoshte kështu, Zot, bëj të fitoj lotarin. Ishte kështu, Zoti thoshte, mirë, hajde. Atëherë thot, jo, por unë nuk kam fituar. Bëj të fitoj, thot, mirë, shko. Dhe pastaj thot, po pse më gënjeve, nuk fitova. Dhe unë thash, po ti as biletën nuk do ta blesh. Jo, Zoti që thot, të paktën bli biletën, pra vjen e më kërkon mua. Do të vish, je aq dorështrënguar sa as biletën nuk do ta blesh, do që unë t'i bëj të gjitha për ty. Ajo që dua të them është se ne nuk mund të harrojmë që misioni i Davidit ishte të shkatëronte filistejt. Ne jemi thirrur të predikojmë ungjillin, jemi thirrur të ndihmojmë njerëzit.
Nuk ka rëndësi që është një moment i vështirë dhe nuk po flas vetëm ekonomikisht, sepse ndonjëherë ti po kalon një periudhë të tmerrshme në familjen tënde dhe do të vijë dikush duke kërkuar ndihmë për të tjen, saqë ti thuaj se po i thua, më fal. Unë lutem për ty, ti lutu për mua. Por kur Zoti na thërret të bëjmë diçka, ne nuk duhet t'i kushtojmë rëndësi rrethanave. Ne duhet t'i bindemi Perëndis pavarësisht rrethanave dhe ai do të jetë aty me ne. Amin. Shiko, ka një harf të vogël, nuk e di nëse e kemi vendosur, të distancës midis kelës dhe shkretëtirës Zib. Ai nuk ishte shumë larg, prandaj Zoti i tha, shiko, shko. Ishte një distancë e shkurtër, ndoshta 6 deri në 7 kilometra. Por ata ishin më të afërtit dhe ishte misioni i Davidit. Biblia thot, një Samueli 23:5, që ata shkuan atje dhe thot, Davidi dhe njerëzit e tij shkuan në Kela, luftuan kundër filistejnëve dhe u morën bagëtin, i mundën rënd filistejnë dhe shpëtuan banorët e Kelës. Jugu Trof. Ata fituan dhe Biblia thot që fituan në një mënyrë të jashtëzakonshme. Vërtet në mënyrë dërmuese, e fituan me të vërtet thellë, thot i mundën rënd filistejnë dhe deri këtu dikush thot sepse nuk u morën me atë që ishte pas, nuk u morën me rrethanat, por ju bindën Zotit. Sekreti është te bindja, jo te rrethana. Në librin e Galatasve thuhet se kur ti i kushton vëmendje herës dhe stuhis, ti nuk investon. Kur i kushton vëmendje herës dhe stuhis, ti nuk bën asnjë hap sepse ke frikë, por unë dua të të them që edhe gjatë momenteve më të këqija, nëse Zoti të thot investo, nuk po flas vetëm për të investuar para, por jetën, nëse Zoti të thot investo, edhe nëse duket sikur kela është më e fortë se ti, ecë përmes bindjes dhe jo përmes rrethanave. Ka një histori në Bibël, në Zanafilla, besoj se është kapitulli 26, ku Zoti thot se është një moment i madh urie, një uri e madhe, dhe në qytetin ku ndodhe Isaku, Isaku thot, do të shkoj në Egjipt. Egjipti ishte, nuk e di, si Dubai sotëm, si Amerika, thot, unë do të shkoj atje sepse atje ka para. Por Zoti i thot, jo. Pra, matematikisht gjëja më e lehtë ishte të shkoja atje ku kishte para, ku kishte begati. Thot, Italia nuk shkon mirë, por unë shkoj në Angli, në Kinë, ku të dua. Shumë veta e bëjnë këtë, por nëse nuk është vullneti i Zotit, edhe nëse shkon në një vend të pasur, do të vazhdosh të jesh i varfër brenda dhe jashtë, nuk do të funksionojë, sepse është vullneti i Zotit që sjell begati, jo vendi. Prosperiteti nuk është një vend, prosperiteti është brenda vullnetit të Zotit. Amin. Pra, nuk ka kuptim të ndryshoj qytet, kështu që shkoj në atë kompani, sepse ajo kompani është më e pasur se kompania ime, varet. Për shembull, Perëndia i tha Isakut të qëndronte në këtë tokë dhe të mbillte në tokën për të cilën po të tregoj. Dhe ai thot, por tani zotërinj në kozi e buke, urie, ku nuk kishte ujë, ata ishin në shkretëtir, puset ishin bosh. Dhe Biblia thot se kudo që Isaku vinte dorën, dithte një pus me ujë. Njerëzit ishin edhe të zemëruar me të, nuk është e mundur që ky kudo që prek funksionon, sepse begatja është në bindje, jo në vend. Dhe Biblia do të thot pak më vonë, gjithmonë në librin e Zanafillës, se Isaku mbolli në atë vend dhe u bë jo thjesht i pasur, por shumë i pasur. Pse shumë i pasur? Sepse ai qëndroi aty ku i tha Zoti në momentin më të keq dhe nuk u interesua njerëzisht për rrethana. Gjëja më e mirë do të kishte qenë të shkonin në Egjipt, por ne nuk lëvizim sipas rrethanave, ne lëvizim duke ndjekur fjalën e Zotit. Ky është ndryshimi i madh midis nesh dhe të gjithë të tjerëve. Amin. Ti ke frymën e shenjtë, thuaj me mua, unë kam frymën e shenjtë. Pra, le të kthehemi prapa tani.
Ai e lë Saulin pas nesh, jemi të friksuar, po flem në shpellat në shkretëtirën e zipit, hajde të shkojmë të ndihmojmë këtë kejla të bekuar, hajde të shkojmë atje, hajde të shkojmë, fitore e madhe dhe deri tani e mrekullueshme. Pastaj shkojmë atje në 1 Samueli 23:7, ku Davidi dëgjon dhe thot, Sauli ka marrë vesh që je në kejla. Dhe Sauli ka menduar se Zoti po të dorëzon në duart e tij. Tani Sauli do të eliminoj. Do me thënë, sa po zura me filistejt fitova. E dini që lufta është diçka shumë lodhëse. Dhe më kujton është edhe Sauli që tani vjen këtu dhe të kap. Leta lexojnë së bashku. Në 1 Samueli 23:7 thuhet kështu. Iu tha Saulit që Davidi kishte shkuar në kejla dhe Sauli tha, Zoti e ka vënë në duart e mia, sepse Davidi është mbyllur duke hyrë në një qytet me dyert të mbyllura. Ju kujtohet që kejla ishte një fortezë? Dhe Sauli fillon të përndjek Davidin. Thoni, si është të përndjekësh Davidin? Shikoni çfarë ndodh te 1 Samueli 23 nga vargu 9 deri në 11. Dhe ky është pika ime e mrekullueshme. Kur Davidi mori vesh që Sauli po kurdiste kundër tij, i tha priftit Abiatar, sill efodin, ishte një mënyrë për të dëgjuar Zotin. Davidi tha, Zot Perëndi i Izraelit, shërbëtori yt ka dëgjuar me siguri që Sauli do të vijë në Kejla për të shkatëruar qytetin për shkakun tim. Banorët e Kejlës do të më dorëzojnë në duart e tij, Sauli do të zbresë. Ashtu si që ka dëgjuar shërbëtori yt, o Zot, Perëndi i Izraelit, le ta thotë shërbëtori yt, dhe Zoti tha, po, Sauli do të zbresë. Davidi pyeti përsëri, po banorët e Kejlës, pra ai popull i qytetit të fortifikuar që ishte në vështirësi dhe që unë, duke lënë pas të gjitha problemet e mia bashkë me njerëzit e mi, kundër dëshirës sime për të bindur ty. Shkova atje për t'i shpëtuar. Faleminderit. Tani ata do të më shpëtojnë, apo jo? Por banorët e Kejlës do të më dorëzojnë mua dhe njerëzit e mi në duart e Saulit. Dhe Zoti u përgjigj, po, do të dorëzojnë në duart e Saulit. Ndonjëherë duhet të përballemi me realitetin. Sa herë largohemi nga shtëpia jon, edhe ne që i shërbejmë Zotit. Për të ndihmuar dikë që ndoshta në atë moment mund të ketë edhe më pak nevojë për ty, ke një problem në shtëpinë tënde dhe ti ndihmon njerëzit, kalon kohë me ta dhe i ndihmon financiarisht, je aty duke qarë me çiftin e tyre. Kalon kohë me ta dhe i dëgjon për vite, për vite, për vite, për vite, për vite, për vite dhe ti thua, tani që kam nevojë, a do të jetë kjo person për mua? Jo, nuk do të jetë ky person. Ai madje do të kthehet kundër teje, do me thënë, Sauli do të thotë ku Davidi, atje. Mendo, të shpëtova, ishe gati të vdisje, tani është radha jote të më shpëtosh mua. Dhe unë them se Zoti do të më shpëtoj, apo jo, unë e shpëtova ata, tani ata më shpëtojnë mua? Jo, ata nuk do të të shpëtojnë, ata do të të qirojnë. Jo. Kush e ka pasur tashmë Kejlën në jetën e tij? Kush e njeh Kejlën? Kejla është e famshme, është plot me Kejla. Ne themi se ishte Kejla, gjetëm vetëm një dhe kjo është një Kejla e mirë. Kush e ka takuar tashmë Kejlën? Kush është takuar tashmë me Kejlën? Kush e ka trajtuar tashmë Kejlën? Kush ka qenë tashmë miq i Kejlës? Kush ka thënë tashmë se kjo është shtëpia ime, ti fle në shtëpinë time, unë kaloj kohë me ty, qaj me ty, të dëgjoj. 200 herë gjëra që as nuk dua ti dëgjoj. Kush ka dëgjuar ndonjëherë dikë që nuk ka dashur ta dëgjojë? Kush ka kaluar ndonjëherë kohë duke dëgjuar dikë duke thënë diçka? Ti me 1 milion probleme hakje. Sigurisht Kejla. Sigurisht ke dhimbje në vesh Kejla. Eja këtu dhe unë do të ndihmoj Kejla. Ke pasur 8.000 probleme. Dhe ti thua, Zot, por unë duhet të dëgjoj Kejla.
Dua të them, me të gjitha problemet që kam në shtëpi, më shikoni mua, kam djalin tim, nënën time, kushërirën time, atë në spital, nuk kam para. Jo, shkoni ndihmojeni. A është në rregull kjo, zotëri? Nëse e thua ti, unë kam disa persona, e pranoj, le të bëjmë pak rrëfim pastorale. Unë kam disa persona për të cilët them, Jezus, këtë person po e ndihmoj vetëm për ty, që të jetë të qartë. Shkruani atje në libra, ju dhe ngjej. Merrni shënime që unë nuk do të kisha lënë shtëpinë time dhe kohën time për të ndihmuar Kejlën. Sepse ndoshta e shoh situatën time në atë moment të Kailës, them Kaila më e pranuar se unë, duhet të më ndihmoj. Mendo për njerëzit e Davidit, gjithashtu një qytet i fortifikuar. Në vend që të flem në shkretëtir, pse Kaila nuk na e hap qytetin dhe nuk na lejon të bëjmë një sy gjumë atje te Kaila. E drejt dhe ti e ndihmove Kailën, cilat janë pritjet e tua. Tani që jam në nevoj, Keila do të thot, mik prekës, Pinsopalo, ti më ndihmove, tani është radha ime, vjen Sauli dhe unë do të them, la, ku është Davidi? La, nuk e di. Dhe në vend të kësaj zotëri. Banorët e Keilës do të më mbrojnë, apo jo, me ime i burra. Dhe Zoti thot, jo, ata do të dorëzojnë te Sauli. Pse nuk ndihmuan? Nuk është shkruar. Ndoshta kishin frikë nga Sauli dhe kjo i ka bllokuar. Ndoshta ishin shumë të dobët për të përballur me Saulin. Ndoshta ishin vërtet njerëz të këqij. Ne nuk e dim, por ajo që duhet të dim është se ndihma jon do të vijë nga Zoti. Ndalo se vendos pritshmëritë e tua të njerëzit, unë të kam ndihmuar, ti duhet të më ndihmosh. Bibla na mëson që kur ndihmojmë pa pritur asgjë në këmbim, ndihmojmë sepse Zoti na ka thënë të ndihmojmë, amin. Është një problem sepse ne zhgënjehemi nga pritshmëritë tona, sepse presim që të jetë Keila ajo që të përgjigjet, nuk ka qenë Keila ajo që ka kërkuar ndihmë. Ka qenë Zoti që ka thënë shko ndihmo Keilën. Amin. Dhe kështu ti ndihmon dhe shumë herë ne ndihmojmë duke pritur që nesër dikush të na kthejë mbrapsht. Shiko çfarë thot Bibla kur flet për investimet në mbretërinë e Zotit, jo vetëm për para. Thot nëse gruri nuk vdes. Do me thënë kur ti bën një ofertë, kur i jep koll dikujt, ajo duhet të vdes, pra nuk është që duhet ta mbash mend, e mban mend që e kam bërë. Jo. Kur unë bëj një ofertë në shtëpinë e Zotit, kur kaloj kohë me dikë, kur ndihmoj dikë në çdo moment të jetës së tij, nëse gruri fara nuk vdes, thoni si vdes, nuk sjell fryt, do të thot dita që kam dhënë kohën time, dita që kam dhënë fjalën time, dita që kam dhënë paratë e mia, ajo duhet të vdes. Nuk kam pse ta mbaj mend më, nuk ekziston më në ofertë, në kohë. Por çfarë keni për të thënë? Hej, Kaila, por unë kalova kohë me ty. Ku je tani? Ja, unë isha atje. Ata po më përndiqnin. Sauli ishte atje. Unë lash gjithçka. Isha në shkretëtir. Erdha të shpëtoj aty dhe ti nuk më shpëtove mua. Jo, duhet të vdesësh. Të ndihmova, Kaila, dhe kur më nuk do të them që të kam ndihmuar. Të kam ndihmuar dhe kaq. Pse të kam ndihmuar? Sepse Zoti më tha të ndihmoja. Dhe do të jetë Zoti ai që do të kujdeset për mua. Dhe shpërblimi im nuk do të vijë nga njerëzit, por do të vijë nga Zoti. Sigurisht, ndonjëherë gjejmë ndonjë Kaila të kthyer si e jona. Ndonjëherë ne gjejmë ndonjë Keila të mrekullueshme. Që ti e ndihmon dhe Keila është aq mirënjohëse sa të ndihmon gjithë jetën. Dhe lavdi Zotit sepse ka Keila dhe Keila. Por herë të tjera duhet të përballemi me realitetin. Dhe Zoti i tha, Zot, a do të vijë Sauli pas meje? Do të vijë.
sepse pyetja e parë i drejtohet edhe Zotit. Më dërgove në Keila. Tani po më shpëton, apo jo? Nuk do të lejosh Saulin të hyjë brenda meje, ndërsa unë isha i fshehur në shkretëtirën e Zifit, dhe ai nuk e dinte se ku isha, dhe më the të shkoja te Keila tani që po vjen Sauli. Vërtet, nuk do të lejosh. Po, Sauli do të vijë. Me rregull. Në rregull, pra do të shkoj vërtet keq. Ndonjëherë duhet të kuptojmë se do të shkoj vërtet keq. Në rregull, ti nuk do të më ndihmosh, por ata të Keilës do të më ndihmojnë, pra. Ndihma do të vijë nga Keila? Jo, Keila nuk do të të ndihmojë. Në rregull, dhe çfarë bën Davidi? Davidi pyet edhe një herë. Shikoni, një Samueli 23:12 thot kështu. Davidi pyeti përsëri. Banorët e Keilës do të dorëzojnë mua dhe njerëzit e mi në duart e Saulit. Dhe Zoti ju përgjigj përsëri. E kanë thënë tashmë që po. Dhe çfarë bëri Davidi? Ai iku me 600 burrat e tij nga Keila dhe Bibla thot se filloi të shkonte nga një vend në tjetrin, duke ikur nga Sauli. E di si është duke ikur nga Sauli. Ka një përkthim që thot jo vetëm që po ikte nga Sauli, por edhe që Sauli po e ndiqte. Duke ndjekur nga një vend në tjetrin. E di çfarë do të thotë të jesh i ndjekur? Jo vetëm që Sauli po e kërkonte, por po e ndiqte. Le të shohin nëse është atje, shkoni andej, ai shkonte këtej dhe thon Sauli është pas teje, o Zot. Pra, kështu e ka kaluar, por Bibla do të thotë. Ja ku janë një përkthim tjetër, 600 burra të lënë të lirë në shkretëtir, qëndrojnë këtu ditë pas dite. Por Bibla do të thotë, le të lexojmë aty, hapni pasazhin tjetrin 23:14. Davidi qëndroi në shkretëtir në vendet e sigurta, qëndroi në rajonin malor të shkretëtirës së Sifasit.